Me blok të dytë të marketingut, e përmendën më herët hadithin dhe më kujtu një pyetje hoq, në njërë nga hadithet që e kam lexuar e thotë kështu: nuk do të ketë sukses ai popull që cakton një grua për udhëhecet të tyre. A do të kemi ne sukses si shoqëri dhe si popull, duke ditë që udhëhecja jonë është femër? Hadithi është i vërtetë dhe është thënë tekstualisht: nuk shpëton një popull, por derisa në kryet atij populli udhëheq një grua. Ky hadith është thënë për animi 400 vite. Dhe kjo hadith është shumë dimensional. Shumë dimensional. Për shembull, pse është shumë dimensional? Për shkak se në të kaluarën vendimarrja ka qenë shumë më ashpër se sot. Merrem me mend për shembull ti me bë betejë frontale. Edhe përballë për shembull një ushtrie me vendos një grua. Emocionalisht gruaja është e dobët. Është elokuente, është më e ndihshme. Si mund me pa për shembull gruaja, për shembull, ka luftu me shpata, me pa tu i prej koka njerit. Bëra më çfarë mendimi kish marr. Dhe kjo është përdorur te mbretëresha Sebeit, një popull i vjetër që ka jetuar në tash territorin e Yemenit, edhe Omanit, ne ka prek një farë trekanç atje. Me histori mësohet, ka sundu një grua, dhe është përballë me njëri prej pejgamberëve të asaj kohe, me Sulejmanin alayhis salam. Dhe Sulejmani kuptohet, ka qenë njëri për njerëzve që ka sundu botën, ku lindë përëndon. Ka sundu për thënë botën. Kur ja dërgon një letër asaj grue, e thot apo dorëzohesh a e bi ushtrien. Ajo e thot një fjalë që vlen argument. Kur e lexon edhe shet që letrën serioze, i thot parijes vet. Thot a luftojna, a rezistojna, a dorëzohemi. Paria thot jo luftojna. Thot po nëse na pushtojnë, thot kush poshtërsohet, unë si grua ju. Që tash feedbackën e përgjigjes, flet në atë aspekt e emocioneve, se gruaja është e tillë. Pra unë i qëndroj besnik këtij hadithi që në vendet kyçe, për shkak të konstruktit që ka femna, në vendet kyçe nuk do të më dhon detyrë kyçe. Po për shembull tani? Tani, a di ç'është kjo punë? E kanë pyet një dietar të madh, u bë kjo fjalë për në Afganistan. I thanë a ban me bon kryeministre Fatime Xhenahin, në atë kohë u diskutoi kjo relacioni afganistanez. Edhe ai dietari tha po nëse në këtë Afganistani me 100 milion banor s'ka burra, ban edhe një grua pra. Do. Me që mos me... Po, kishme shku me blog të dytë të marketingut dhe ishme